njeriu nuk është se ju tha gjëja, qoftë fëmia po i rritur dhe tak me kërcitje Kaloj. gishtash, kaloj apo e mësoj gjën. Truri nuk funksionon kështu. Që të krijojnë ato rrugët neurale, duhet diçka që të jetë persistente, e vazhdueshme, e qëndrueshme. Dhe jo sot po, nesër jo. Pra, që të kemi përgjigje të ndryshme, jo. Nëse në fillim je përgjigjur në atë lloj forme, përgjigjur në atë lloj forme, kështu do kristalizosh dhe instalosh një sjellje, po marrim rastin e mirë, një sjellje të përshtatshme. Për shembull, kam raste të fëmijëve që më vinë aty tek dhoma e lojës, edhe nga që janë mësuar që t'i godasin familjarët e tyre apo shokët e shoqet, një ndër reflektimet që bëj është, okay, ti do që të më godasësh mua tani, por unë nuk jam për të goditur. Në vend kësaj godit këtë gjë. Dhe fëmia ngel pak si i habitur ndonjëherë. Normalisht është një gjë e re. Është një gjë absolutisht e re dhe unë përgjigjem në të njëjtën formë sa herë që ai tenton apo synon të bëj një veprim të tillë. Pse? Sepse dua që ai të ndihet. Pra, ti do që të më godasësh, unë e kuptoj që çfarë do ti të bësh tani. Nevojën, po? e kupton nevojën. Unë nuk jam për të goditur, unë vendos limitin, dhe në vend kësaj ne kemi një airbag aty në dhomën e lojës, ti mund godasësh këtë. Modeloj, kanalizoj. Në këtë lloj forme, fëmia nuk më godet. Tani nuk është se s'ka ndodhur raste që dhe e kanë bërë, por mësojnë. Sepse kur ti qëndron në mënyrë rigoroze, kaq rigid, në sensin që je persistent dhe vazhdon me të njëjtën formë reagimi, fëmia e kupton që nuk ka zgjidhje tjetër.